E të dashur shikues, por edhe dëgjues të radio televizionit Njerëz.një, sot të flasim rreth një teme që realisht deshte apo nuk deshte, na prek çdo gjithëve, sepse bëhet fjalë për veshjen e kur flasim për veshjen zakonisht, në mendje na shkon se çka do të veshim në punë, çka do të veshim kur dalim. Tani më me qenë se është vera, duam që të dukemi sa më mirë tjetë e mundur, edhe në për dasma që dikush ka ndodhë që ka dasma shumë gjatë verës, unë s'kam pas asnjë, si do qoftë, ka shumë të tjerë që po i shijojnë dasmat. E kur jemi tek dasma, duam që të dukemi sa më mirë tjetë e mundur, shumë prej nesh të njëjtin fustan, nuk është se e veshin në një dasëm tjetër, sepse e kam parë gjithë. Dhe në këtë formë krijohet ajo përshtypja se apo jetojmë më shumë për postime në rrjete sociale, apo realisht kemi ardhur në një pikë që po duam të dukemi perfekt, bukur. Të gjitha këto kanë kënaqësinë që ti diskutoj këtu në studio bashkë me psikologen Mirjeta Pestisha Liliu. Dhe në të njëjtën kohë kemi edhe zonjën Hatixhe Fana, e cila do të na flasë edhe sa i përket veshjeve tradicionale, sa po i duam, sa po i çmojmë dhe sa po harxojmë to konkretisht. Faleminderit shumë Mirjeta. Faleminderit Qendrisa juve. Zonja Fana, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Siç duket nuk e kemi zonjën Fana, gjithsesi besoj se në këta minuta sa ne do të flasim, do ta kyçim edhe atë sigurisht. Mirjeta, u mundova që në pikat shkurtra ta përshkruaj atë se çfarë do të flasim edhe në kuadër të këtyre minutave. A është e domosdoshme që ta mendojmë vetëm të bukurën kur kemi të bëjmë me një aheng ose me një fest ku ne do të jemi prezent? Qendrisa, është interesant këtë trendet, ndoshta po them në vitet e fundit, nuk ka të bëjë vetëm me të bukurën. Mirëpo ka të bëjë edhe me atë se si ne e vlerësojmë veten, se si ne presim nga të tjerët të vlerësohemi në bazë të paraqitjeve tona. Dhe nëse ne identifikojmë vetvlerësimin ton nga vlerësimi që na bëhen nga të tjerët, atëherë natyrisht gjithmonë kemi me qenë në kërkim të perfeksionit dhe mund ta them brendshëm që po jetojmë në një epokë kur në ditët e sotme nuk e shef atë fustan apo atë veshje vetëm ata të cilët janë pjesë e dasmës ose e ahengut familjar, mirëpo e shohin edhe mira persona të tjerë të cilët ne i kemi në rrjetet sociale. Sepse atëherë ka qenë pak më lehtë, kam pa vetëm pjesëmarrësit e ahengut dhe ata kemi mujt me përsërit edhe në një aheng tjetër. Ndërsa sot kjo tendenca ndoshta e vlerësimit prej të tjerëve, komenteve, përshtypjes se si po i lëm të tjerëve në rrjetet sociale, natyrisht po na bën që në çdo secilin aheng të kemi veshje ndryshe. Mirëpo mendoj nëse një femër nuk plotësohet mjaftueshëm personaliteti i saj dhe vlerësimi i saj me dy veshje të njëjta në një darsëm, natyrisht nuk mund të ndihet mirë ndoshta as me veshje të ndryshme në secilin darsëm. Me këtë dëshiroj ta them sepse nuk etiketohet vlera e një femrës se sa shpesh e vesh atë fustan apo atë veshje pavarësisht çfarë është. Mirëpo vlera e femrës duhet të jetë po aq e lartë dhe ta vlerësoj atë veten të bukur me të gjitha vlerat e bukura të cilet i ka si femër, edhe nëse përdoret fustani i njëjtë në 2-3 ahenge të ndryshme. Unë mendoj që ndoshta kjo është edhe pak krahasimi social. Nëse dikush nuk fillon të vesh veshjet e njëjta në për ahengje të ndryshme, atëherë ne kemi me qëndru në këtë normalitet, që duhet gjithsesi ta ndryshojmë veshjen. Unë mendoj që influencerët apo ato të cilët më shumë ndjekën në rrjetet sociale duhet të normalizojnë edhe veshjen e njëjtë në ahengje të ndryshme. Një gjë që nuk po ndodh realisht, secila influencere, unë kam rastin që t'i shoh në rrjetet sociale sepse tani më janë bërë një numër i madh i influencerëve, dikur ka pas më pak, tani më kemi shumë, gjithsesi po kemi mundësinë që secila të jep një ide rreth një veshje të re, tani më po kemi edhe kombinime që po bëhen kohë pas kohe, dhe ndoshta duhet punojmë më shumë këtë aspekt që ta kthejmë normalitetin në jetën tonë. Mendoj që unë kam cikur edhe pak më herët Qendrisa sepse jemi vetë si popull që gjithmonë jemi rritur me krahasime sociale. Jemi popull që neve dhe në familjen na kanë krahasuar dhe vazhdojnë t'i krahasojnë ende prej kur jemi fëmijë. Dhe nëse ti rritesh duke ta ulur vetbesimin që dikush tjetër është më i mirë se ti, kalon në një fazë kur truri dëshiron që ti jesh i vlerësuar. Nëse ti nuk e qeni vlerësuar brenda familjes, dëshiron të vlerësohesh nga rrethit të cilët ty të njohin. Dhe kjo është e meta jonë sikur shoqëri, sepse nuk dim ende t'i vlerësojmë fëmijët brenda familjes në mënyrë që ata kur të rriten të keni vetbesim brenda vetes. Ne jemi rritur edhe gjenerata jonë
po ende ka familje të cilët i rritin vajzat duke ju thënë që vajza e kojshisë ose motra, shikoj ajo është më e mirë, ajo është më e gjatë, ajo është më e bukur. Ka lloj krahasime të cilat bën brenda familjes. Dhe natyrisht vetbesimi i një të rriturit ulet brenda familjes kur ai është fëmijë. Dhe ne së pari këtu duhet të ndalim krahasimet. Brenda familjes kur ajo vajza apo ai djalë është i vogël, në mënyrë që ai të ketë vetbesim dhe mos ta ketë tendencën gjatë gjithë kohës të krahasohet me dikën tjetër. Se natyrisht në vendet e tjera nuk ndodh kështu. Sikur në Kosovë nuk ndodh kaq shumë të mundohemi t'i pëlqejmë dikujt, të mundohemi të dalim nga vetja jonë, të përdorim ndoshta edhe aplikacione të ndryshme për të rregulluar fytyrën, për të rregulluar trupin, në mënyrë që të pëlqehemi nga të tjerat. Edhe veshjet e përditshme në Kosovë janë pak të eksagjeruara në krahasim me vendet e tjera. Nuk po e them nëpër festivale, siç ishte festivali Sony Hill, sepse natyrisht është festivali i cili kërkon një veshje pak më ndryshe dhe më të veçantë, mirë po edhe veshjet në Sony Hill nuk kanë ndonjë. Si vlerëson veshjet e tilla nëpër festivale? Nëpër festivale mendoj që që të shohim shumë vajza të reja që kanë dhënë shumë para, kanë harxhuar shumë para në mënyrë që të duken perfekte. Nuk po e di sa i përket harxhimit të parave, me ato të cilat i pash, më duken të bukura. Dhe mendoj që festivali është një event i cili e dëshiron ndoshta një asnjë lloj pamjes. Se për me kushtu shumë para nuk kishte aq veshje materiale për me kushtu aq shumë. Mirë po, prapë po duhet të them që nuk e bë diferenca mes ditës, një mbrëmje të rëndomt, ndoshta një festival. Për festival mendoj që është në rregull të veshën në atë mënyrë. Ndoshta jo të harxojmë para, sepse me gjas shumica kemi gjana të cilat mund t'i përdorim ndoshta në një festival të tillë. Mirë po, prapë ne duhet të bëjmë diferencën. Të bëjmë diferencën se si të shkohet të pihet një kafe, se si të dalet në një darkë, ne nuk i bëjmë këto diferenca. Ne mundohemi gjithmonë perfeksionin, sepse në fakt nuk e kemi pasur apo nuk na është mbjellur prej kur kemi qenë të vogël. Mireta, po një gjë që na shqetëson ndoshta edhe kohëve të fundit pak më shumë, është fakti se disi po vrej një tendencë që ajo natyralja ka filluar që të humbet, e the shumë mirë. Tashmë po përdorim edhe aplikacione të ndryshme për të rregulluar fytyrën, trupin. Pse po ndodh? A është edhe ndikimi shumë i madh ndoshta i rrjeteve sociale për të dukur sa më mirë? Natyrisht që po. Faktori i parë është krahasimet sociale të cilat ne i bëjmë në rrjetet sociale, duke e parapri ato të cilën thash rritemi me krahasime. Rrjetet sociale kanë pru një trend i cili natyrisht nuk po është i mirë për neve të cilët e bojmë një jetë të rëndomt. Sepse as ato të cilët ne i shohim, as ata të cilët ne i shohim, nuk e kanë një jetë ideale që është na mendojmë. Fotot janë të edituara, fotot janë të përpunuara, pastaj ato postohen dhe ne kur i shohim mendojmë që ai është perfeksioni dhe ne duhet të dukemi sikur to. Ose prezantojnë krema të ndryshme, prezantojnë make-up të ndryshme, të cilët ne shkojmë i kërkojmë ato, kërkojmë t'i blejmë sepse dëshirojmë të dukemi sikur to. Unë kam thënë edhe më herët, nëse influencerët apo blogerët apo modelet, të gjitha ato të cilët kanë një ndikim nëpër rrjetet sociale, nëse ato mundohen që të normalizojnë që është në rregull ta kenë një fytyrë me rrudha, është në rregull ta kenë një fytyrë me akne, është në rregull ta kenë një trup me celulit, një trup me shumë kilogram se që duhet, atëherë edhe ne kemi normalizu këto. Dhe ne do jetojmë duke e shfaqur vetën në mënyrën të cilën ne i kemi. Por nëse ne gjatë kohës në rrjetet sociale shohim perfeksion, natyrisht që vjen krahasimi social dhe ti dëshiron të afrohesh me atë pjesë. Një nga artistët të cilën nuk dëshiroj t'ja përmend emrin tash, e kishte postuar një postim së fundi, ku më pëlqej shumë, ku kishte treguar që më nuk i rregullon thonin, sepse dëshirojnë t'i lejë natyral. Flokët, do me thonë, mundohet gjatë gjithë kohës t'i ketë në ngjyrën e vetë natyrale. Po razemari. Po, do me thonë, më pëlqej mjaftueshëm shumë, sepse ajo mund të jetë një ndikim që është shumë normale që të kesh ndoshta një fytyrë pa make-up. E kishte cekur që nuk përdor më make-up, që nuk përdor më thonjë artificial, që nuk përdor më flokë artificiale. Çka më pëlqej edhe suplimentet, ta nuk po i përdor më ato që janë viral, që po shkojnë, po bëjnë virale. Po diçka që më përshtatet mua.
Mua më pëlqen mjaftu shumë nëse edhe një pjesë tjetër e artistëve ose influencerëve apo kushdo qoftë do e bënte të njëjtën gjë, ne do e normalizonim që nuk është perfeksione ashtu qysh ne kemi parë deri tash. Të ndalmi pak se unë i përmenda dasva. Të realisht ishtë dash ne ta kemi edhe në linjë të drejt për drejt zonjën Fana, por sigurisht po ka probleme me internetin apo nuk e di pse, nuk po arrim që të realizojmë bisedën me të. Me të kemi pas të flasim sa i përket veshjeve tradicionale për nuset. Mirjet, është një presion që nuset e kanë para se të martohen, sidomos sa i përket dukjes, më pas janë rrobat, veshjet që nxirren tashmë është bërë traditi, dim të gjithë. Sa ndikon kjo tek përgatitja atyre? Me të thënë të drejtën, qëndresa traditat janë diçka të cilet ne mundohemi të ruajmë ndër shekuj. Pavarësisht që këto janë traditat të cilet na i kanë mbjellur dikush tjetër, prapë ne mundohemi të ruajmë dhe i kemi bërë si pjesë tonës, personalitetit tonë, identitetit tonë. Dhe mendoj që edhe kjo ka pas tranzicion, sepse të krahasojmë me vitet më të hershme, kur vajzat domosdoshmërisht është dashur të ketë të gjitha veshjet prej A deri në Z, të cilat shkojnë për këto, domethënë për ditën e darkës, tash vajzat po zgjedhin se çka dëshirojnë të marrin. Ka ardhur tash edhe kjo trendi që nuk i marrin gjatë gjithë kohës, nuk harxojnë shumë, ndoshta po e them që t'i kenë të vetat personale, po mund t'i marrin edhe për një ditë dhe t'i kthejnë prapë. Që edhe kjo kursan natyrisht kursan pak pjesën financiare të familjes. Mirë po, mendoj që gjërat e egzageruara, si që janë disa gjëra të cilat i blejmë një herë dhe nuk i përdorim më, atëherë mendoj që janë një kost e cila harxhohet pa nevojë. Mirë po, mendoj që është një presion shoqëror dhe familjar që gjithsesi duhet i kemi ne ato veshje. A i veshim pas asaj darkës me cilën ne kemi, a nuk i veshim, nuk e dim, për vetën nuk i kam veshur më asnjëherë. Që 7 vite që jo martuti. Po, janë këto veshje tradicionale të nusrisë. Mua në fakt më pëlqen kur isha tek dikush tjetër, mirë po tek vetja ime jo, dhe domethënë nuk mundem, nuk ndihem rahatone me ato veshje dhe më shumë preferoj të kem një fustan më të thjeshtë se sa ti vesh ato veshje, për mua nuk jem pjesë e karakterit tem dhe thjesht unë ndina një person tjetër. Përderisa ndina një person tjetër me ato veshje, i kam ble, me tregu të drejtën, sepse natyrisht ashtu e don tradita dhe gjithse cili i përshtatemi traditave pavarësisht çfarë arritje kemi në jetë, nuk do me thonë kjo që ti ke një arritje ose je dikush i cili thjesht ke një profesion ose një diçka ma të arritur dhe nuk i vesh veshjet tradicionale, unë i kam vesh atë ditë që jam martu dhe më nuk i kam vesh sepse nuk jam ndim mirë në to dhe mendoj që edhe vajzat në ditët e sotme thjesht po zgjedhin, a dëshirojnë të veshin apo dëshirojnë të mos i veshin, a dëshirojnë të kenë ato apo të mos i kenë. Dhe mendoj që kjo presioni social ka fillu të zbehet pak, ose ndoshta e më shumë presioni familjar, sepse më shumë kemi pas presion familjar që ne duhet t'i kemi ato, sepse nuk bëm pa to. Unë në fillim ju kam tregu që nuk i veshin, nëse dëshironi ju t'i bleni, do me thonë vetëm për një ditë, në rregull, mi po ne kam ditë që më vonë nuk i veshi, sepse kam ditë që nuk jam pjesë e jamja dhe pjesë e karakterit tem, dhe mendoj që gjithë cila femër duhet të identifikoj se çka i pëlqen dhe çka nuk i pëlqen. Sepse nëse ne ja shohim dikujt tjetër, jo domosdoshmërisht neve ajo veshje na bën të ndihemi mirë, jo vetëm për veshje tradicionale, mirë po edhe për çdo veshje tjetër. Nëse ne shohim të një trup tjetër, nuk do të thonë që domosdoshmërisht ai ka më qenë shumë i mirë dhe ka më na jep vetbesimin e mirë nëse na e kemi në trupin tonë. Kur jemi tek dasmat nuset natyrisht se është krijuar e sqaruam edhe përgjatë bisedës disa harradhas dhe kjo mendësia që cila po duket më mire gjitha këto. Po si t'ja bëjmë që ndoshta ne ta duam veten më shumë, ta kuptojmë veten ashtu si që jemi, ta duam, ta konceptojmë, domethënë që s'kemi nevojë që të shtyhemi njëra me tjetrën për dukjen që ndoshta e kemi gjithsecila fal Zotit.
Qëndresa në fakt janë shumë burime të cilat ty ta japin vetë besimin. Nuk është vetëm një dorësëm, nuk është vetëm një rrjet social. Ka shumë gjëra të cilat ne ende jemi në atë lloj mendësie të shoqërisë të cilat i rrisin vajzat që kur të martohen duhet veshin fustana, duhet veshin dallamat. Nëse vajza thotë nuk du mi vesh dallamat, mami ka mi thonë duhet sepse veç sa je martu, për shembull. Ka vajza të cilat nuk dëshirojnë të bëjnë dorësëm, mirë po ndoshta presioni sepse ne jetojmë duke krahasuar me të tjerët, presioni që po duhet ta bëjnë sepse po martohesh ose familja e burrit kërkon gjithsesi sepse ka vetëm një djalë apo djalin e parë apo djalin e fundit dhe duhet domethënë ta bëjmë dorësmën. Mua më vjen keq që gjërat po bëhen për sytë të tjerëve. Në shumicën e rasteve veshemi, rregullohemi për të postuar. Dhe kjo ndoshta është një emet e shoqërisë tonë e cila natyrisht duhet të minimizohet për shkak që thjesht e thash edhe më herët nuk ta jep ty vlerësimin si femër për vlerat të cilat ti i ke, disa komente të cilat ti i merr, sepse tek i fundit ti nuk je ajo të cilën e ke paraqitur. Është edhe kjo pjesa kur edhe pjesa e blogerëve, influencerëve, artistëve e ka një farë presioni social sepse postojnë gjëra shumë të mira se që janë, domethënë postojnë një fytyrë perfekte të edituar, por në realitet nuk janë ato. Edhe ato vuajnë me këtë presionin ndoshta social që dikush ju thotë që nuk dukesh si dukesh në foto dhe mendoj që thjesht duhet të normalizohet pjesa sa më natyrale e mundshme. Qoftë një trup me celulit sepse është shumë normale, qoftë një trup me shumë kilogram, qoftë një fytyrë të cilën sepse natyrisht dikur i ke 30 vjet plus, 40 vjet plus do të kesh rudha dhe nuk kemi ka t'i ikën se janë pjesë e moshës. Nëse ti në moshën 16-17 vjeçare do kesh akne natyrisht sepse është pjesa e ndryshimeve hormonale të cilat ty t'i krijojnë aknet dhe ne mundohemi t'i fshihim apo sidomos adoleshentët e kanë presionin shumë të madh social dhe krahasimin shumë të madh social, sepse ende truri i tyre nuk e koncepton që nuk ekziston ajo jetë reale të cilën tjerët e shfaqen. Dhe gjatë kohës janë duke shikuar foto të vajzave perfekte, me një trup perfekt, me një fytyrë perfekte, pa akne, dhe kjo ja bën që thjesht ato të krahasojnë veten me dikon tjetër dhe pastaj mund të kalojnë edhe në mbyllje se që nuk dëshirojnë të dalin shumë, t'i ikin ahengjeve apo ndoshta pe them ndonjë tubimi ku ka më shumë persona për shkak të krahasimeve sociale të cilat i bojnë me rrjetet sociale. Mirjet, kam dëgju që në qoftë ti vetë se fillon përdor aplikacione, e rregullon veten para se ta postosh një fotografi, krijohet një varësi më pas që ti nuk mund ta postosh veten ashtu siç je. A është e vërtet kjo? Qëndresa, të them të drejtën, unë asnjëherë nuk shoh as edhe një foto e cila thjesht postohet ashtu siç është, domethënë pa filtra, pa asgjë. Për këtë arsye, mendoj që kemi me pas vështirë ti ikëm e aplikacioneve të cilet editohen, nëse nuk e kemi domethënë të normalizuar nga personat të tjerë. E thash edhe më herët, janë personat të tjerë të cilet ne ndikohemi deshtëm apo nuk deshtëm, ndikohemi nga ta. Dhe nëse ata personat të cilet thjesht përcjellin apo ne i përcjellim, fillojnë të normalizojnë këtë pjesë, do fillojmë të normalizojmë edhe ne. Po natyrisht që bëhet varësi. Bëhet varësi edhe kur ne përdorim aplikacione, sepse nëse te ke vendosur një fotografi perfekte dhe pastaj tjetrën po e vendos ashtu siç është, nuk po e them që nuk është perfekte, mirë po të pa edituar, natyrisht që do të ketë një kontradikt në mes të fotografive. Por varësia janë edhe pjesa kur ti dëshiron të dukesh bukur përmes ndoshta po e them ndërhyrjeve estetike, sepse fillon një herë ndoshta me pak, pastaj të pëlqen edhe pak dhe nuk mund t'i stoposh pastaj, sepse është tendenca që ti fillon edhe pranohesh tek të tjerët me atë bukuritë të cilën e ke përmes ndërhyrjeve. Nëse ato ndërhyrje fillojnë dhe të zbehen, natyrisht thjesht truri do kërkoj edhe më shumë në mënyrë që të arrijmë deri tek perfeksioni. Mirjet,
bisedat me ty janë gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Më vjen keq që zonjën Fana nuk arritëm që ta kemi, por besoj se gjatë ditëve në vazhdim do të kemi mundësinë që të realizojmë një bisedë edhe me të. Me të do të flisnim sa i përket gjërave më tradicionale, por gjithsesi u munduam që bisedën ta vëm në detaje bashkë edhe me psikologën Mirjeta. Faleminderit shumë për kohën. Qendresa, faleminderit për ftesën. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit.